Rihanna mo. I love the way you lie. Rihanna, Mos I love gënjeni, you. mos gënjeni se lat nam. I love you Rihanna, gjithmonë të kam dashur edhe pse ti s'e ke. Duaj se po rikthehet sërish në Amar mo ti muzikë. ka s'ke dashur më burr. Si më, Ore ndaj Rihanna? mendjen se Kë nuk kam ke për dashur të tjetër? shullosur gjë kështu. Kë kam dashur tjetër? Scarlett po. Dua Lipën po. Ja, Rihannën po. Rihanën e kam pasur. Shakirën se ç'te i gjë për Belin e Shakirës se i bën dhe nga këto komente ti. Po, Mirëmëngjesi, jemi në studio me Mikaelën, me Franz Hamshorin dhe me mua në atë. Por nuk jemi vetëm. Është bashkuar edhe Pavli Brozi, i cili është nutricionist. Flasim pikërisht për ato këshilla që duhet të ndjekim sa i takon dietës son, me ardhjën e një stile të re, patjetër që duhet jemi edhe më të kujdesshëm në përzgjedhjen e ushqimeve, që nga mëngjesi e deri në darkë. Pavli nuk ka ardhur vetëm, ka marrë me edhe sallatë me vete. dy shokët e tij, brokolin dhe spinaqin. Mirëmëngjesi çuna. Si jeni mirë? Pavli, po kjo bluza jote vazhdon të bëhet interesante nga java në javë. Po, ishte pyetja e parë që i bëra sa e takova, ç'a bluze ke veshur sot? Ha sakt, shumë e bukur edhe kjo. Më mundova ta lidh me temën sot, që qofse ham ushqimet e dura që janë të stinës, ushqimet e dura që janë të stinës edhe që na japin vlera të ushqyese të mjaftueshme, nuk kemi nevojë të ham shpesh, por marrim vitamina, minerale dhe jemi të ngopur edhe bëjmë edhe gati një çik për verën që të mos shkojmë mbi peshë. Tani duket sikur ndonjëherë njerëzit e bëjnë thjesht për trend, ndrojnë këtë ushqimin vetëm sepse ndron stina. A është kjo e nevojshme? Çfarë kemi? Mos e thuaj. A është kjo e nevojshme vërtet nga ana biologjike dhe nga ana, si thua, e organizmit ton? Një ndër gabimet më të mëdha që mund të bëjnë njerëzit me ushqimin është që mos konsumojnë ushqime të stinës. Sepse ka shumë benefite. Po si fillim, ushqimet që nuk janë të stinës, një gjë është e sigurt, do kenë më pak vlera minerale, do kenë më pak vitamina, sepse në momentin, procesi që ndodh me ushqimet që nuk janë stinës është që ose bëhen jashtë stine, edhe si thua shkputen nga toka më përpara se të piqen, edhe ruhen në frigorifer, dhe pastaj kur vjen koha që duan të shesin, i hedhin kimikate që i pjekin. Siç ndodh me lule shtrydhet masivisht, që i gjen në frigorifer gjithë Gjithë vitin. vitin, po dhe janë më të rrushi. mëdha se ne. Dhe rrushi ka pas gjithë vitin, shalqi, pjepër. Por në momentin që fruti perimja hiqet nga toka para se të piqet, është e sigurt që nuk do krijojë mjaftueshëm vitamina dhe minerale. Dhe thjesht do ketë atë shihen, edhe shihen sa ketë shumë mirë, por vitamina dhe minerale do jetë shumë e varfër. Kështu që ne do marrim pak vitamina dhe pak benefite nga i perim dhe nga i frut. Po cilat janë këto perimet dhe frutat e stinës që duhet patjetër ti konsumon? Po ti përshëndetë dy shokët. Po patjetër, spinaqin dhe Kush është pjesë e grupit tjetër? Tani si jeshilliqeve. Flasim për jeshilliqet. Pra kemi spinaq, kemi brokoli, kemi lule lakër, kemi edhe karrotë. Kanë si buqeta me lule kur i shikon në plan. Po, buqet me lule. Një lule për ty, një lule për ty. Dhe ishin, domethënë, aroma atyre ishte shumë e mirë. Ishte freskët. Jeshilliqet për një arsye shumë interesante, sepse gjatë dimrit ne kemi qenë të prirur që të konsumojmë ushqime të rënda. Ushqime të pasura me yndyrna, siç është mish, djalë, djath, vezë, ëmbëlsira, bakllavaj, shumë. Kadaif. Po. Edhe ushqimet e pasura me yndyrna na kanë bërë ne që edhe kemi shtuar çik peshë, shumë me radhë, në dimër. Tani, në momentin që ne konsumojmë ushqime të hidhura, si spinaçi, për shembull spinaqi është një ushqim i hidhur, rukola është një ushqim i hidhur. Edhe brokoli deri diku ka një shije të hidhur. Momentin që gjua jon ndjen shije të hidhur, i jep sinjal nervit vagus, edhe kjo i jep sinjal që trupi të prodhojë acid bilar. Acidi bilar është shumë i rëndësishëm për tretjen e yndyrnave, pikërisht. Pra që ne të tresim yndyrnat, që mos kemi probleme edhe me tëmthin, me mbingarkimin, me krijimin e yndyrnave, plus dhe me krijimin e gurmëve në tëmth ndoshta. Kështu që sa më shumë jeshilliqe të ham, aq më shumë e luftojmë edhe yndyrën në trupin tonë, edhe kilet ndoshta rrjedhimisht. Po, domethënë trupi priret që të tresim më mirë yndyrnat. Kështu që çdo frut dhe çdo ushqim sipas sezonit është me një logjik të caktuar. Domethënë trupi funksionon bashkë me natyrën, nuk funksionon veç. Sepse shumë njerëz mund të bëjnë gabimin për shembull që në dimër ose tani që prap nuk është dita shumë e gjatë, konsumojmë ushqime shumë të ëmbla, siç mund të jenë ushqime tropikale, rrush, shalqie kështu me radhë. Por ato janë ushqime shumë të pasura me sheqer. Edhe trupi jon për mira vite nuk është mësuar që ne të konsumojmë sheqer dhe ushqime aq të ëmbla, fruta aq të ëmbla në dimër.
Kështu që në momentin që bën atë, insulina jon punon më avash sepse është më shumë natë, kështu që ne me shumë mundësi mund shtojmë peshë, marrim energji kot që nuk e përdorim sepse ne ndihmë rrim më pak aktiv, nuk jemi shumë aktiv, nuk lëvizim shumë e kështu me radhë. Kështu që nuk kemi nevojë për ushqime aq të ëmbla. Kemi nevojë për ushqime të tilla, jeshilliqe që janë të stinës, që janë më shumë jeshilliqe dhe më pak fruta tropikale sepse mbajnë shumë sheqer që nuk i duhet organizmit. Ndërkohë çfarë ndodh me sistemin ton imunitar gjatë ndryshimit të stinës, Pavli? Me sistemin ton imunitar ndodh që njerëzit duke konsumuar ushqime të gabuara i dobësohet imuniteti. Sepse ne qëllimi jon kryesor është që të kemi një mikrobiom sa më diverse dhe sa më shumë baktere të ndryshme në zorët tona. Po që të jenë baktere të mira, që njerëzit ta kuptojnë në shtëpi, mikrobiom them që ne kemi baktere në zorë që kemi edhe ndikojnë në imunitet, ndikojnë në peshë, ndikojnë në lëkurë e kështu me radhë. Janë miliona baktere të gjalla që jetojnë. Tani nëse neve mbajmë të njëjtën dietë gjatë gjithë vitit, pra gjatë gjithë kohës konsumojmë njëjtat ushqime, për shembull një person ka shumë qef rrushën dhe konsumon vetëm rrush, dije që këto baktere nuk do jenë diverse, pra nuk do kemi shumëllojshmëri bakteresh në zorët tonë. Dhe në momentin që nuk e ke këtë shumëllojshmëri, atëherë dije që do të bjerë imuniteti, sepse 70% e imunitetit përcaktohet nga bakteret që ne kemi në zorët tona. Nëse ti konsumon njëtat fruta gjithë vitin dhe kur vjen stina tash nuk konsumon spinaq, se thua nuk më pëlqen spinaqi se ka shije të keqe, dije që nuk do kesh shumëllojshmëri baktere në zorët tua, do kesh më shumë baktere të këqija edhe kjo do ndikojë që do kesh imunitet më dobët. Edhe prandaj njerëzit fillojnë edhe smuren, periudha virozave e kështu me radhë. Ankohen, na dërgojnë ankesa këtu. Ndërkohë me këtë ndryshimin e stinëve, a ka ndonjë ndikim temperatura në metabolizmin ton apo vetëm ushqimet dhe çfarë konsumojnë? Me ndryshimin e stinëve një ndër faktorët kryesorë që ndikon është dita. Sa më shumë zgjatet dita, aq më aktiv jemi ne. Aq më shumë i shpejt është metabolizmi jon. Tash trupi jon funksionon sipas një ritmi cirkadian. Ritmi cirkadian është që gjatë kohës që ne shohim dritë dielli, metabolizmi është më i shpejt. Sistemi i tretë është më i shpejt, insulina punon më mirë e kështu me radhë. Edhe në momentin që zgjatet dita dhe vjen pranvera dhe kështu, zgjatet dita, kështu që ne kemi më shumë dritë dielli, kështu që është në favorin ton që e kemi më shpejt metabolizmin, kemi më shumë energji. Insulina punon më mirë edhe kështu me radhë. Por kjo mund të vi edhe me pasoja me uri të shtuar, sepse duke bërë më shumë aktivitet, duke lëvizur më shumë, je nevojë për më shumë ushqim. Po, dhe je i prirur që të lëvizësh më shumë, të konsumosh më shumë ushqim dhe të biesh pre edhe ushqimeve të ëmbla ndoshta. A ka të bëjë kjo me ndrimin e gjakut, kjo që sapo përmende? Çfarë është kjo? Se jemi fiksuar sot, jemi qepur kështu me bukë me vete këtij ndrimit të gjakut. Dhe i dalim në krye kësaj rruge ose pra drita, energjia, dëshira e trupit për të konsumuar më shumë, fakti që është më i gjallë, përballon më shumë aktivitete, ky është në thelb ndrimi i gjakut? Jo, se besoj. Është gjë tjetër që nuk e dim, po e diskutojmë një herë tjetër. Pavli, si është mënyra më e mirë për t'i gatuar këto jeshilliqe? Atëherë brokolin si fillim, në momentin që neve e ziejmë brokolin, ndodh diçka, humbet shumë vitaminë C. Humbasin dhe vitamina B, që janë vitamina që treten në ujë. Kështu që një ndër mënyrat më të mira për ta konsumuar brokolin, djali e tha çfarë, është në avull. Pra ta e vendos gratë në shtëpi, besoj e ditë më mirë se unë. E vendos në një si kusi diçka e tillë dhe se kërkojnë në Google si e bëni me më atë, vendos 2 tenxhere sipër njëra tjetrës, nuk e di, dela i avull. Një pajisje një pajisje. Po, është si tabaka e vodkës, por ama është shumë e shijshme. Ashtu del shumë e shijshme. Po, edhe sepse ruan vitaminat C dhe vitaminat B që janë vitamina që treten në ujë dhe ikin me nxehtësinë, janë vitamina sensitive ndaj nxehtësisë. Por nëse brokoli u emocionua. Po mendon mikrofoni nuk e do brokolin me sa duket. Por nëse nuk e bëni dot këtë gjë, doni ta bëni në ujë, pra ta zieni në ujë, këshilla është që ta ruani ujin, mos ta hidhni, sepse shumica e vitaminës C shkon dhe mbetet tek uji. Edhe ujin mund ta përdorni kur bëni për shembull pilaf, kur bëni quinoa, kur bëni shumë mirë, kur bëni makarona, kur bëni mund ta pini. Si broth, domethënë, si lëngu i kockave dhe i mishet pa. Ose mund ta pini nëse Pavli me që u morëm kaq gjatë me ujin, po jo me atë të brokolit. Tani është edhe periudha që të gjithë fillojnë pime edhe më shumë ujë, për kemi këtë idenë që duhet të hidratohemi gjithmonë më shumë. Por a kemi nevojë vetëm për ujë për hidratim apo duhet të përdorim edhe elektrolitet? Neve gjatë gjithë kohës kemi nevojë për elektrolite në dimër verë,
Edhe unë për shembull një gjë shumë interesante që bëj çdo mëngjes është tani unë nuk bëj Ramazan, po më ka frymzuar ky Ramazani, konsumoj hurma arabie mëngjes, sepse janë të pasura me kalium, edhe kaliumi është një elektrolit që çon ujin nëpër qeliza. Pra, nëse ti pi ujë 3 litra ujë, nuk do hidratohesh shumë pak. Shumica nuk shkon nëpër qeliza, shumica ujë do të dali me urinë, me djerë, se kështu me radhë. Kështu që të hidratohemi dhe mos kemi atë dhimbjen e kokës në orën 12 të drekës, që të na kuti, është të marrim kalium, që e marrim nga banani, avokado, hurmat arabisë, kështu me radhë. Krip, ndoshta para se ta konsumojmë ujin. Edhe pak krip. Edhe një gotë ujë me shumë pak fare krip, edhe me limoni hedhur për shije, për qef. Edhe merr kalium, merr sodium, merr krip, edhe uji shkon nëpër qeliza dhe ne nuk na dhëm koka në orën 12 dhe ja vëm fajin kafes, shefit e kështu. Meqense përmendë edhe kafen. Për ata që duan të bien në peshë, si duhet të nisin ditën e tyre? Me kafe apo me këto variantet e reja që kanë dalë tani kombinimet lëng limoni me vaj, shot si till? Po, unë kam thënë atë. Unë kam nxjerr atë trend. Atëherë shiko, lëng limoni me atëherë nuk është formulë magjike për të humbur peshë. As ta nisësh ditën me kafe esën nuk është formulë magjike. Atëherë mëngjesi perfekt për persona që duan të humbin peshë, duhet të jetë mëngjes i pasur, jo mëngjes i varfër, por kur them mëngjes i pasur, pra mëngjes i bollshëm me fokus tek proteinat. Mëngjes mashallah. Mëngjes mashallah, po. Minimumi 300 kalori, siç mund të jetë veza, siç mund të jetë avokado, siç mund të jetë gjiza, ricota, kos, një moll, një banane, që të marrim dhe karbohidrate dhe proteina dhe yndyrna, por me fokus kryesor tek proteinat, jo një Facebook me me recel mëngjes, sepse nuk do të ngopi. Hajse të majë. Shikoj se zakonisht këta që pin ujin me limon e thonë do psohem, pas një ore ja fusin një tepsi byrek. Dhe thonë na paska gënjur pastaj. Po një formë për t'i bërë detox zorrve? Po, shumë fakt interesant, më që më kujtove se harrova. Kemi brokolin. Çka ndodh me brokolin? Brokoli aktivizon fazën e dytë të detoksifikimit të mëlçisë. Jo aktivizon brokolin 100%, por brokoli përmban sulforafan. Dhe sulforafani ndihmon, pra ka substanca që ndihmojnë trupin në fazën e dytë të detoksifikimit të mëlçisë. Ka dy faza të detoksifikimit të mëlçisë dhe kjo ndihmon në fazën e dytë. Pra e ndihmon, e shtyn. Kështu që brokoli është një ushqim shumë interesant me sulforafan. Sulforafan që ashtu është shumë interesant dhe për femrat në menopauzë. Sepse sulforafani që përmban brokoli ndihmon në stabilizimin e estrogenit në trup. Shumë vajza në menopauzë kanë probleme me luhatjen e estrogenit. Pavli, tani se ka njerëz që thonë unë s'kam nevojë për një plan të detajuar ushqimor, unë e dëgjoj trupin, e përgjoj trupin edhe ma thot trupi se çfarë dua të ha dhe çfarë dua dhe kur mbi të gjitha duhet të ha. Suksese ju thot Pavli këtyre njerëzve. Tani çfarë ju themi këtyre njerëzve? Jo, do ju surprizoj përgjigjja ime. Atëre, në momentin që ne konsumojmë ushqime natyrale, ushqime që nuk janë përpunuara, siç është spinaqi, siç është brokoli, ose ushqime shumë pak përpunuara, siç është makarona, pasta, orizi, një bukë e mirë, nuk ka nevojë që të bësh plane strikte dhe të rish të peshosh çdo ushqim ose të rish stresohesh për çdo gjë, sepse me vërtet trupi përgjigjet ashtu siç duhet. Pra mendin që konsumon këto ushqime që merr vitamina, merr vlera ushqyese, atëherë nuk e nevojë fare që as bësh plane të detajuara, as stresohesh, as masësh çdo gjë, sepse trupi e rregullon veten e tij. Njerëzit për qindra mijëra vite nuk është marrë njëri duke matur kalori, thjesht kanë konsumuar ushqime natyrale. Edhe trupi ka reaguar shumë mirë, hormonet. Trupi është hormon që funksionon shumë mirë. Të njëjtën gjë duhet bëjmë edhe ne sot, edhe të jemi sa më afër natyrës, kështu që perime për të luftuar yndyrnat e këqija që keni në trup edhe të ndjeni sa më të lehtë. Po, Eurovizioni fëmijëve. Po, shumë e bukur ishte. Pavli, shumë faleminderit. Urojmë ditë të mbarë edhe gëzuar pranverën, siç ja uruam edhe të ftuarës së kaluar. Ditë të mbarë, javë të mbarë, muaj të mbarë. Inshallah s'kam më shumë. Kemi shef si spinë. Po. Ne kemi dhe pak, mos u largoni sepse pastaj do shpallim fituesin e quizit edhe kemi dhe video virale. Pas pak. Mirëmëngjes.